Opozita është ajo e cila nuk ka arritur të marrë kohën e duhur për të bërë detyrën e saj. Asaj detyre që i takon që të bëjë opozita. Dhe besoj se ju keni në dorë, po të gjithë ne mund të gjejmë zgjidhje siç kemi gjetur zgjidhje gjatë gjithë kohës. Pra, të mos dëgjojmë le të themi edhe këtë sensibilitetin e shtuar deputetëve të rinj, por kemi detyrën që të kthejmë normalitetin dhe të jepnim mundësi gjithë deputetëve të opozitës të thonë fjalën e tyre. Është kërkuar një mocion me debat, nuk ka asnjë arsye sepse mos ta bëjmë mocion me debat. Më falë, se jam duke folur procedurën e parë dhe e dyta mua mos më ndërhyj Aulant Balla kur flas. Atëre, kemi nevojë t'i kthehemi normalitetit dhe të mos ngrejmë tonet dhe emocionet në kot. Kemi nevojë që të flasim, ka nevojë që të flasim deputetët e opozitës. Është shumë e rëndësishme. E para është fjala dhe pastori mundet që të ma konfirmoj këtë. Fjala nuk lidhet, fjala i kthehet opozitës siç e ka detyrën e saj për cilën është votuar, po siç ai jep edhe mundësinë kushtetuta dhe rregullore e këtij vendi. Kemi gjetur gjithmonë zgjidhje dhe dim të gjejmë zgjidhje kur duam që të bëjmë një punë që të ecë në normalitet. E dyta që vura re është çështja lidhur me projektligjet dhe me rëndësinë e komisioneve. Absolutisht që zonjat cilat folën kanë eksperiencë, e dinë se kush janë procedurat po dhe komisioni nga ku kalohet. Edhe kjo është detyrë e më të vjetër dhe atyre që kanë më shumë eksperiencë në këtë parlament që të gjejnë një balancë në komisionet e krijuara dhe të mos lënë asnjë deputet që të mos thotë fjalën e tyre. Në këtë parlament 140 deputet janë njësoj të rëndësishëm. Nuk u votua vetëm një majorancë që thotë opozitës ikni në shtëpi tani sepse ne i kemi gjithë votat që të bëjmë, por kemi detyrimin që të gjejmë më të mirën dhe të bëjmë më të mirën për projektligjet që vinë për të mirën e njerëzve. Fundit fare kisha një gjë për pastorin, shpresoj shumë që